اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahu na i pranoi salavatat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah na fal në mëshirat gjithë në që jemi këtu ya Rabbil Alamin. Allah mos na ndaj nga rahmeti dhe mëshira jote. Allah, na sollën muajin e madhrueshëm të Ramazanit, të lutem na bëj të devotshëm. Na pastro nga çdo e keqe ya Rabbil Alamin. Na pastro nga gjinafat ya Rabbil Alamin. Na i pastro zemrat tona, mendjet tona, gjymtyrët tona, syt tonë, veshët tonë, gojet tona na i pastroj ya Rabbil Alamin dhe na ndihmo që të flasim vetëm fjalën e mirë ya Rabbil Alamin. Na bëj dobishëm për vetët tona, për familjet tona dhe për gjithë vendin ku do të jetojmë ya Rabbil Alamin. O Allah, mos na nxjerr prej kësaj xhamie vetëm se me gjinohet të fshime ya Rabbil Alamin. Mos na le gjinohet pa na fshi të mëdha apo të vogla, të para apo të hunit, të hapta apo të sheta, na i fshi ya Rabbil Alamin. Na i pronon ditët e agjerimit ya Rabbil Alamin. O Allah, na udhëzon e gjithë shka që e fitojmë në si tonë dhe e largojmë i vërimin tonë. O Allah, të lutem për gjithë dashët e xhamatit tonë, bekoj, mëshiroj, mbroj ya Rabbil Alamin. Siguroj, furnizoj me një mënyrë që të mos kenë nevojë të shtrenjë dorën kërkujt, veç madhërisë tonë ya Rabbil Alamin. Të lutem për fëmijë, dim dhe të rinj të xhamatit tonë, bekoj, mëshiroj, mbroj, jepo dije në shkolla, mbroj natën, mbroj ditën, mbroj në mjete, mbroj në rrugë, ku do që t'jetë, o Zot, qofshin në kujdesën e anës tonë. Rriti me fjalën tonë të Kur'anit dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bëj dobishëm për ne, për familjet dhe për gjithë vendin ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem dhe për gjithë ato tri, djem, vajza, xhamatit tonë, bekoj, mëshiroj, furnizoj, martoj. Jepo fatajet mbas 10 minuti, mbas asaj xumaje ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, të lutem dhe për gjithë dashurit tonë, besimtare, kudo që janë, fali mëshiroj ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem dhe për gjithë ato që janë smur, o Allah, shëroj. O Allah, shëroj dhe kthej gjendjen më të mirë ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, të lutem për gjithë ato besimtarë dhe besimtare, musliman dhe muslimane, agjerues dhe agjeruese, kudo që janë, o Zot në përbot, bekoj, mëshiroj. Ndihmoj në agjerim ya Rabbil Alamin dhe të lutem largoj qafirat në poshtë i mosbesimtarët ya Rabbil Alamin. O i madh Allah, na fal në mëshira dhe na i pranon lutjet tonë. Sikur na bashkova sot në këtë ditë xumaje, na bashkove në xhenetet e larta ya Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu na urdhëron që t'jemi drejt edhe pamirësa ndaj njëri tjetrit. Po na urdhëron që të falim namaz. Namazin na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na pranoj namazin.